Po më thoje që vjen nga një zonë dhe ke lindur në një zonë që vitet e fundit ka pësuar një bum të ardhjes së dyndjes së qytetarëve, por dhe të ndryshimeve në aspektin e strukturës të ndërtimeve më së shumti, që është Astieri. Jam shumë kurioze të di në memorien tënde si fëmijë, si ka ndryshuar kjo zonë prej fillimit që ti ke qenë aty dhe deri më sot. Çfarë mban mend nga Astieri para shumë viteve, 20 viteve, 25 viteve? Ka ndryshuar katërcipërisht gjithë zona. Si fëmijë, lagja e Astierit, zona e Astierit ka qenë e gjitha me ndërtime private dhe ka patur mjaft hapësira për të luajtur në rrugë, ka patur fusha, ka patur sheshe bosh ku mund të luanin fëmijët. Pra lagja ka qenë pak më e izoluar në memorien time, ndoshta edhe nga që kam qenë fëmijë. Pra kufit kanë qenë më të zvogluar. Kufit të cilët mund të frekuentoja brenda në lagje dhe distanca dukeshin shumë më të mëdha. Por infrastruktura patjetër nuk ka qenë e mirë, sepse ka qenë një lagje që edhe në fillimet e saj një herë ndërtoi këtu, pastaj tek zona tjetër, pra infrastruktura erdhi më vonë me kohën dhe më pas në vitet 2000 kur filluan ndërtoheshin pallatet e para, edhe pallati i parë që ka qenë se shumica e njerëzve këtë nuk e din, por ka qenë dyqani i bojrave Astierit dhe prandaj gjithë zona e ka marrë emrin Astier, sepse ishte pallati i parë aty. Dhe pastaj zona filloi të ndryshonte me shpejtësi shumë të madhe. Erdhën njerëz që ne nuk i njihnim si fëmijë dhe derisa tani ka arritur në një pikë që ndihesh pak si i huaj në lagjen tënde, sepse çdo gjë ka ndryshuar, pra je aty, por vendi nuk është më aty siç ka qenë.